kujdes, sepse ajo që do të dëgjosh tani nuk është për të gjithë. Nëse kjo video erdhi tek ti në këtë moment të jetës tënde, ndoshta nuk është rastësi. Ndoshta është një përgjigje që ke kërkuar në heshtje pa i treguar askujt. Ka momente kur njeriu ndjen se diçka po ndryshon, një ndjesi e çuditshme, një boshllëk që nuk shpjegohet, ose një thirrje e brendshme që nuk të lë të qetë. Shumë e ignorojnë këtë ndjesi, e mbysin me zhurmë, me rutina, me shpërqendrime. Por ata që ndalen, ata që dëgjojnë, fillojnë të kuptojnë. Zoti nuk thërret gjithmonë me zë të lartë. Ai thërret në heshtje, përmes shenjave, përmes njësive, përmes gjërave që duken të vogla, por që mbajnë një kuptim të madh. Mos u largo tani, sepse një nga këto shenja mund të jetë pikërisht ajo që po përjeton në këtë moment, dhe nëse e ignoron, mund të humbasësh diçka që nuk kthehet më. Shenja e parë është një ndjesi që nuk të lë të qetë, një thirrje e brendshme që nuk ka zë. Nuk është një mendim i zakonshëm, nuk është një emocion kalimtar, është diçka më e thellë. Ndoshta ke ndjerë sikur duhet të ndryshosh diçka në jetën tënde, të largohesh nga një situatë, të marrësh një vendim që e ke shtyrë për një kohë të gjatë, por nuk e ke bërë, sepse ke pasur frikë, sepse ke pasur dyshime, sepse ke menduar se ndoshta është thjesht imagjinata jote. Por ja e vërteta. Kur Zoti thret, nuk është gjithmonë e qartë, nuk është gjithmonë e lehtë për të kuptuar. Por ajo ndjesi nuk largohet. Ajo kthehet përsëri, dhe përsëri, dhe përsëri, deri në momentin që ti ose e dëgjon, ose e humbet. Shenja e dytë është një shqetësim i heshtur, një ndjenjë që diçka nuk është më si më parë. Gjërat që dikur të bënin të lumtur nuk kanë më të njëjtin efekt. Njerëzit që dikur të rrethonin nuk t'i japin më të njëjtën energji, dhe ti fillon të ndihesh ndryshe. Jo sepse diçka është gabim me ty, por sepse diçka po ndryshon brenda teje. Kjo është një nga shenjat më të forta që Zoti po të thërret për diçka më të madhe. Por këtu është problemi. Shumë njerëz përpiqen ta luftojnë këtë ndjenjë. Ata përpiqen të kthehen në atë që ishin më parë, të rikrijojnë të kaluarën, por nuk funksionon, sepse kur fillon ndryshimi, nuk ka kthim pas. Pyetja është, a do ta pranosh këtë ndryshim, apo do vazhdosh ta luftosh? Shenja e tretë është më e fshehtë, por shumë e rrezikshme nëse e ignoron. Është një ndalesë e papritur në jetën tënde. Diçka që nuk ecën, plane që dështojnë, gjëra që nuk funksionojnë pavarësisht përpjekjeve të tua. Dhe në atë moment, ndihesh i bllokuar. Por ajo që nuk kupton është kjo. Ndonjëherë, Zoti të ndalon që të mos vazhdosh në një rrugë që nuk është për ty. Ai vendos pengesa, jo për të të ndëshkuar, por për të të ridrejtuar. Por shumica e njerëzve bëjnë një gabim fatal. Ata luftojnë kundër kësaj ndalese, dhe sa më shumë që luftojnë, aq më shumë lodhen, sepse nuk është një betejë që duhet fituar. Është një mesazh që duhet kuptuar. Shenja e katërt është një takim që duket i zakonshëm, por që lë një ndikim të thellë. Një person që flet me ty dhe thot diçka që të godet drejt për drejt në zemër. Një fjali e thjesht, por që nuk të largohet nga mendja. Ti vazhdon ta mendosh, e rikthen në kokë, e analizon, dhe nuk kupton pse, sepse nuk ishte një bisede zakonshme. Ishte një mesazh. Zoti shpesh përdor njerëz për të folur, por nëse nuk je i vëmendshëm, mund ta humbasësh këtë moment, sepse ai nuk përsëritet gjithmonë. Shenja e pestë është një tërheqje drejt diçkaje që nuk e kupton plotësisht. Ndoshta ndjen dëshirën për të ndryshuar jetën, për të filluar diçka të re, për t'u larguar nga ajo që ke qenë deri tani. Por nuk e di pse, dhe kjo të frikson. Sepse mendja jote kërkon arsye, ndërsa shpirti yt tashmë e di. Zoti nuk të jep gjithmonë një plan të plot. Ai të jep një ndjesi, një drejtim, një hap të parë, dhe pret që ti të besosh. Por shumica e njerëzve presin derisa gjithçka të jetë e sigurt, dhe pikarisht aty humbasin mundësinë. Shenja e gjashtë është një paralajmërim i heshtur, një ndjesi që diçka nuk është në rregull. Ti nuk ke prova, nuk ke fakte, por e ndjen, dhe kjo ndjesi nuk largohet.
por shumë njerëz e injorojnë. Ata vazhdojnë përpara dhe më pas pyesin veten pse gjithçka shkoi keq. Sepse ata e ndjen, por nuk e dëgjuan. Zoti gjithmonë paralajmëron përpara se të ndodhë diçka. Por ai nuk të detyron. Zgjedhja është gjithmonë e jotja. Shenja e 7 është një largim i papritur. Njerëz që largohen nga jeta jote. Situata që mbyllen, lidhje që përfundojnë pa shpjegim. Dhe ti ndihesh i hutuar. Por ndoshta nuk ishte humbje, ndoshta ishte pastrim. Zoti ndonjëherë largon atë që nuk është më për ty, për të bërë vend për atë që vjen. Por nëse kapesh pas asaj që po largohet, mund të humbasësh atë që po afrohet. Shenja e 8 është një mundësi që shtahet papritur. Diçka që nuk e prisje, dhe në atë moment ndjen frikë, por edhe një tërheqje të fortë. Kjo është prova, sepse ajo që është për ty shpesh vjen jashtë zonës së rehatisë. Dhe nëse nuk vepron, ajo mund të largohet. Shenja e 9 është një heshtje e thellë. Një moment që shumë njerëz e keq kuptojnë. Papritur, gjithçka ngadalësohet. Zhurma e jetës zhduket. Njerëzit nuk flasin aq shumë me ty. Situatat nuk lëvizin si më parë. Dhe ti mbetesh vetëm, me mendimet e tua. Në fillim, kjo ndjesi të frikson. E ndjen sikur je i humbur, sikur diçka nuk është në rregull, sikur ke mbetur pas. Por ajo që nuk kupton është kjo. Kjo heshtje nuk është boshllëk. Është një hapësirë, një moment i krijuar posaçërisht për ty, për të dëgjuar atë që zakonisht nuk e dëgjon dot në zhurmën e përditshme. Sepse Zoti nuk flet në kaos, ai flet në qetësi. Dhe ndonjëherë ai largon gjithçka rreth teje, vetëm që ti të mos kesh ku të ikësh, përveç se drejt vetes tënde. Por këtu është pika kritike. Shumë njerëz nuk e durojnë këtë heshtje. Ata përpiqen ta mbushin me zhurmë, me telefon, me njerëz, me shpërqendrime. Ata ikin nga ky moment dhe duke ikur, humbasin mesazhin. Sepse ndoshta pikërisht tani, në këtë fazë të jetës tënde, ajo që të mungon nuk është një përgjigje e jashtme, është një kuptim i brendshëm. Dhe nëse ke njerë këtë heshtje kohët e fundit, ndoshta nuk është fundi i diçkaje. Ndoshta është fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Dhe tani, shenja e fundit. Ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha. Fakti që ti je ende këtu, duke dëgjuar këtë mesazh deri në këtë moment. Mendo për një çast. Nga të gjitha videot që mund të shikoje sot, nga të gjitha gjërat që mund të bëje, ti përfundove këtu, duke dëgjuar këto fjalë, duke ndjer këtë ndjesi që ndoshta nuk e kupton plotësisht, por që është aty. Dhe kjo nuk është rastësi. Sepse e vërteta është kjo. Jo të gjitha arrin deri këtu. Shumë largohen në fillim, shumë nuk e ndjejnë, shumë nuk janë gati. Por ti je ende këtu. Dhe kjo do të thotë se diçka brenda teje e ka njohur këtë mesazh. Ndoshta një nga shenjat që dëgjove sot është pikërisht ajo që ke përjetuar kohët e fundit. Ndoshta e ke injoruar, ndoshta ke pasur dyshime. Por tani nuk mund të thuash më se nuk e dije. Sepse kur një mesazh përsëritet, kur një ndjesi rikthehet, kur një moment të ndalon dhe të bën të reflektosh, nuk është rastësi. Është një thirrje. Dhe pyetja tani është vetëm një. A do të përgjigjesh? Sepse ndonjëherë Zoti nuk thërret dy herë në të njëjtën mënyrë.